Lajmi i fundit. Do Gjergji në Serbi I peshkvi I Kosovës në vitin 2018 në mesh në Novi Sad së bashku me politikanin serb Miloš Vučević, por ky politikani serb Vučević në vitin 2023 do të organizonte sulmin në Banjsk, ku ra dëshmor Afrim Bunjak. Ai është I njohur për deklaratat radikale. Do me thonë 2018 duke ndajtur edhe duke dalur në foto me një politikan serb që është anti-Kosovë. Por këtë pjesë nuk kanë reague patriotat e Facebookut edhe patriotat e lëvizjes Deçanit, që besa një fakt shumë interesant. Pas sulmit terrorist që e kanë bërë në Banjsk, Serbi, është formu lëvizja e Deçanit. Ky sen është shumë realitet që pas këtij akti terrorist e kanë formuar këtë lëvizjen, që do me thonë këta me çdo kusht janë në bashkëpunim, ma merr menja me Serbin për me destabilizu Kosovën. Po ashtu edhe një fakt që dhem edhe të vron, ku janë media tona që nuk e kanë lajmëruar këtë rast, si për shembull Klan Kosova, të Shtaçi, RTV Dugaxhini, RTK-ja e shumë tjerë që nuk e kanë lajmëruar këtë rast. Të më thonë nuk dal në për media kjo foto. A nashta keqita qaj përmena jënë të lidh me Serbin, sepse këtu diçka ka. Imagjinojeni nëse një hoxh do kishte bë kësi foto, do më thonë me një politikan serb që është anti-Kosovë. Islamofobat nuk na kishin lënë vënë në Kosovë. Llogarit në tash. Por këtë pjesë nuk e çelin gojnë.